Edhe Ramizës si Albinio, veç premtime, se mojë sa si realizojnë asnjoni. U du me shu kohë me morë grunë në fitnes, se me kërë s'pa hango me shu. Jo, me kërë problem, ta shti për me shku të fitnesi i grus, me kërë, so dohet musil? Po, du të musil një 4 kilometra pesa. Apo ju kujtohet që kjo storja në Mars që e kum gjiru në Drenas, te ura e Strubullovës. Kjo me gjas është ura. A kalohet kënej ajo? Kaluna, i nuk është këto shirit ata. Do me thonë, jemi ma shumë se sa 2 muj, rrëth 2 muj, masi e kum gjiru storjen e parë, ura vazhdon me qenë e blokume. Qysh po e shene, të paktën të ashtej pas kam vendos këto shtyllat, qysh me i qujt këto, blokadat e betonit, mos me mujt me qarkullu njerëzit edhe eventualisht me rreziku edhe vetën edhe njerëzit me cilët janë në vetur. Qërëni qka ka thonë, kryetari i Drenasit zoti Ramiz Ladrovci, kur e kum pyet, kur kom e u intervenu, me u rehabilitu kjo urë. Parashihet demolimi i urës ekzistuese dhe ndërtimi i urës së re. Vlera e urës është rrëth 300.000 euro. Do me thonë ka thonë që kushton rrëth 300.000 euro edhe nuk ka buxhet. Ka diskutu për opsione me institucione tjera bashkëpunime për me këthyn gjendjen e më parshme kitur, mirë po edhe 2 muj pas reportazhit parë vazhdon me qenë gjendja e njëjtë. Tashti sa shumë e komplikon që kjo urë, blokimi i kësaj ure, operimin në këtë zonë për banorët në këtë lagje, që ngojeni? Po jo, po ne nuk po kam dalja ne ja vedin, po problem po kanë ma shumë nxënësat. Apo pse? Po që udhtojnë për të shkolla këto. E kallëzëm ti sa do të miro rrethit për me shmong, për me dalë qëto. Sa është problematike që jurë, sa e zgatë rrugën për juve? E zgjatë, vëlla, ko gjatë se në 2 andë mundesh me udhtu për me... Po, a është largë, si me thonë për që do 20-30 metra? Po, ko gjatë është largë. Sa është largë me i ro me usil? Vëlla, në s'pëdin, ja, 2-3 kilometra besoj po, për 2-3 kilometra? Po. E do me thonë, ko gjatë problem është për juve? Po, jo problem, po, vëlla. Që kalojnë gjinja kënejna është mirë me ndreq. Që sa është qështo? Po, një 3 muj më do këtë po, mos ga do kallëzëm ti sa do të musil, për shambull, me kërë kur je, për me dollë qëto. Sa ja u zbatë rrugën? Ne kena shpijat këtu. Po. E neve nuk na bjen fort, po, tjerqin, po, ku i bjen këzharrut, lanin për më shku. U du me shu kohë me morë grunë në fitnes, se me kërë s'pa hango me shu. Jo, me kërë problem, ta shti për me shku të fitnesi i grus, me kërë, sa dohet musil? Po, du të musil një 4 kilometra pesa. 4 kilometra? Po, me shku anë me orë, po du të kohë me shku. A besheni sa shumë e komplikon, do me dhonë një unë 20-30 metra? Po, e regulani, e këto Ramizin mërna 7-8 vjetë, 10 vjetë, ma mërë me se... Po, ja shumë 7-8 vjetë. Edhe Ramizës si Albinio, veç premtime, se mojë sa si realizojnë asnjoni. Hej, ngomni, qito operimet e mija në teren, para se me vazhdu, është shumë esenciale për mbarvajtjen e punës në teren, me i cek postën izi, posta ma kredibile, super customer service edhe super shpejtësin dërgesa. Babu në Kosova, babunin e downloadoni në App Store, këtë restorantet i keni aty për 20-30 minuta ju vjen para derës shtëpis ushqime, e po ashtu edhe Delta Group. Delta Group i ka pompa, do me thonë, ma kredibile. I ka pompat me derivatet ma kualitative në Kosovë. Nëste një pika në këtë Kosovën, ku do që e sheni Delta Group, heni patut aty, se ja kona dhe kërët. Na i kena shkru kryetarit, veç që tashti e marrë telefonin e këshyrom, nëse na jap një përgjigje, nëse ka pas një zhvillim të ri rrëth kësaj ure, ose ka met në arre, se herën e fundit na tha që dohet një bashkëpunim institucional me qenë, të këshyrom që ka ndodhë. Me shkrim është përgjigjë Ramiz Ladrovci, i cili më thatë se gjendet në Kroaci bashkë me krejt drejtorat. Qëre që ka thonë? 4 drejtorat i ka me vete duke përfshirë dhe atë të infrastrukturës. Për urën s'kan qëfar të flasin. I kemi bërë kërkesë qeveris me ndërtu, e kemi bërë projektin dhe qeveria se ka marë për sipër, kështu që ne do të dërgojmë për miratim buxhetin në mbledhjen e 29 majit në kuvendin e komunës. Okej, me 29 maj na kena me nejt në rjedha dhe kena me masit të miratohet buxheti, për me këshyr ku gjenë vend buxhet kjo urë. Unë jam bërën pacolli, mos harroni me që të emër në gjenin këtë platforma.